Në takimin që ka pasur, se ne jemi takimet e Stalinit me Enver Hoxhën. Po, Stalini është takuar. Po, Stalini është takuar me Titon, i dim ato se çfarë ka biseduar? Do të them njërin prej tyre. Po. Në takimet që ka vajtur i dyti ose i treti, nuk jam i saktë në këtë, po në takimin e dytë ose në takimin e tretë, Stalini ka qenë gjithmonë i shoqëruar nga ideologu politik i lidhjes të komunistëve jugoslav, Milovan Gjilas. Ai që ka shkruar një libër. Ai u dënuan pas dhe ai mbas jeku ka bërë një libër dhe totalitarizmi. Libri është shumë interesant sepse sjell fakte historike për ne, të rëndësishme. Dhe ai thot, on takimin e dytë më ndje tani, në të tretin, ishte me Stalinin, edhe këtu kishin ndodhur disa ngjarje. Edhe të konflikteve me paka shumë të nëndheshme me Jugoslavinë, dhe Stalini e pyet, duke që kishte bërë biseda edhe përpara, thot Gjilasi, thot pyet Titon, ore çfarë po bëni me atë Shqipërinë ju? I thot se shikojmë ca ngjarje, thot atje, thot që ne kemi biseduar, thot. Po thot ja, thot, po i hedhim hapat, i thot Titua. I hedhim hapat? Po i hedhim hapat. I thot çfarë, thot, lëvizni më shpejt, thot, dhe Stalini në këtë kohë, thot, ngriti dorën me pëllëm nga qielli dhe ta gëlltiteni, thot. Hajnë, Shqipërinë. Gëlltiteni me një lere tani në hapat. Do me thënë, në këtë çështje ata bashkarisht edhe Stalini dhe Churchilli, siç e kishin vendosur, i qëndrojnë atë. Zoti kur u zon ato. Pastaj ndodhi ajo që ndodhi. Po na ka dashur Zoti. Po patjetër. Dhe ndodhi ajo që ndodhi dhe qëndrimi sovjetik ndryshoi. Në këtë rast përfitoi Enver Hoxha. Përfitoi sepse ishte duke shkuar, për shembull, ata kanë votuar tek Borba në atë kohë, në kulmin e zyrtare. E di të them një gjë tjetër se flasim për po kush e vrau këtë, kush e vrau atë. U futëm një temë që po të them, njerëzit duhet lexojnë dhe duhet ashtu. Ç'është e zezë, është e zezë, ç'është e bardhë, është e bardhë. Ç'është kënd të Borba? Çi takon. Po, në kulmin e konflikteve, atëherë janë shkuar disa marrëveshje dhe njohësi më i mirë i fushës ekonomisë ka qenë Nako Spiro. Po. Disa marrëveshje nuk u shkruajnë Enver Hoxha ka vajtur në vizitën e parë. Pse le të merren historian se nuk kanë shkruar dhe çfarë ashtu ka ndodhur. Në fund në 48-ën kur ata donin ta hidhin hapin e madh, siç i thot ai gëlltitni, i ndodhur ngushtë sepse do të ekspozojë fare qartë Nako Spiro ka ngelur ngushtë. Jugoslavët i thonë në shkrue. E di çka botuar gazeta Borba. Çka ka shkruar? Thot një letër të Nako Spiro që i dërgonte Titos. Në intimitet. Thot bëjmë gjithë ç'është e mundur ju, thotë, dhe ne bashkë për ta vrarë atë, thotë. Për këtë vrarë? Po e Enver Hoxha këtë ofriste. Qa thua? Sepse ai është pengesa kryesore për këtë bashkim që ne kërkojmë. Nako Spiro po tani i thoshte Titos po në letër që bëj çmull që të vrasë Enver Hoxhën. Po. Ua, për të parë gjë. Po. Dhe këto janë ky ka qenë momenti më kritik për mbas ktesës që mori që thash fat i madh për ne, ktesës madhe dhe ndryshimit të pozicioneve dhe të raporteve që Bashkimi Sovjetik mori me Jugosllavinë, që dënoi si ashtu, sigurisht ky ishte në favor. Por Jugosllavia nuk rreshti së bërë përpjekje, serbët nuk bën pushuan së rreshturi. Enveri e vrau Nakon pse? Atë se dion. Se di. Jo, po s'flas dot kështu, domethënë sikur jam unë brenda atje në moment. Po nuk mund ashtu. Të falenderoj për këtë përgjigje. Po sepse e di mund të them unë që po, edhe del tjetri të vërdoza tri, pse sepse ka një akt ekspertimi që ajo vetvrasja ka disa karakteristika që si ndryshon dot bota, janë ligjësi shkencore. Që nga shtangimi i dorës, që nga pozicioni, që nga baruti ku mbetet, cilët janë aty që janë gjetur diplomë. Ato të merret s'mund të futem me të flas një gjë. Okej. Të lutem. Dhe flas për ato që gjet shkruar ato. Sepse kemi dhe të kopertinës. Jo, po shumë rëndësishme. Foto tjetër, kemi dhe të lufta e ftohtë. Dakor. Të libri. Dakor. Do të shtoja diçka këtu. Po. Se më kujtua. Po. Ke shkruar me gjithë një frazë mua, domethënë në 1198-ën, shiko, sa vjet 28 vjet më parë, më kujtohet. Fundja ke shkruar çfarë ishte kali i Trojës. Po. Ishte shërbim sekret. Që si e mbaj mend? Që si e kam lexuar? Po, është në formë kam lexuar librin? Po. Çfarë ishte kali i Trojës? Po.
Ishte shërbim sekret. Po, ishte një... Odiseja ishte shefi i parë i shërbimit sekret? Po tash ashtu duhet ashtu sepse s'kemi dokument më të vjetër. Tani për tani atë kemi. Aty fillon historia e shërbimit sekret në botë? Po për mua aty më gjej dokument tjetër që të flasi për një njeri me mendje të ndritur që të arrijë të bëj plane ose kombinacione të tilla që themi jo para këtij paska që ndaj. Troja, me Kali. Foto tjetër. Baza e shërbimit sekret britanik në Maltë. Në Maltë. Fort Bijema. Po. Do në vazhdën e asaj që ju po flisni. Po. Unë kam një pyetje të tillë. Tani, okej, qëndrimi amerikan ishte shumë korrekt ndaj Shqipërisë me këtë që është e vërtet. Tani pse Amerika, sepse kur na sulmon ose kur bënin kombinacione grekët dhe serbët, donin të merrin territore. Po. Ndërsa Amerika nuk do të merrte territore, do të rrezonte pro-amerikane. Pyetja ime është, pse bashkëpunonte me serbët dhe me grekët? Po pyetja nuk është dhe aq ashtu, po do të kthej përgjigje. Për shkret normale, për të arritur qëllimin, shpesh do të duhen edhe elementë që unë nuk i kam, por i ka i tjetri. Për shembull, e di çfarë thonë amerikanë në planin e tyre, me që përmendë bazën këtu. Kur erdhi puna që ne të kishim një bazë nga ku ne të ishim pranë territoreve shqiptare, sa ata ishin më anë Atlantikut amerikanët, por dhe fizikisht ishim afër, po dhe si terren dhe bazë stërvitje trajnimi, por edhe prej aty për t'i dërguar në territorin shqiptar nëpërmjet arit ose detit, thot ne ishim zero, thot. Ndërsa anglezët na ofruan një infrastrukturë thot të gatshme. Dhe kjo ka qenë ka pas në Maltë, ka pas dhe në Korfuz. Dhe në Korfuz. Se një pjesë e diversantëve të tyre, ata i dërguan nëpërmjet dy vilave që kishin në Korfuz, po dhe nga Malta. Kjo ka qenë një kështjellë e ndërtuar nga Bonaparte, i cili është e përdori. Kjo është kështjellë, se shumë e fortifikuar. Kështjellë. Po. Dhe këtu ishte baza. Aty ndërtuan atë ku stërviteshin diversantët shqiptar që dërgoheshin në emisione. Tani, ju keni thënë një intervistë dhe në libër keni shkruar që nga gjitha operacionet e cilës janë vrarë 1000 shqiptar. Po. Ndërkohë, dua të kujtoj thënien e famshme të kryeministit britanik Tony Blair, i cili tha dy janë dështimet më të mëdha të shërbimit britanik sekret në bashkëpunim me CIA. Një në Shqipëri në vitet 50 dhe një në vitet 2000, sa 2004 bie si 2002-2003 në Irak. Tani kjo ka hyrë në historinë e shërbimit sekret botëror? Do ta them. Po. Shiko, edhe Tony Blair nuk dua të bëj të mençur, them çfarë thon dokumentacioni dhe çfarë ka dalë nga dokumentacioni edhe mbas 2000-s. Po. Tony Blair ka thënë atë që një fakt që njihet botërisht, cilën që operacionet e britanikëve dhe të amerikanëve kundër Shqipërisë dështuan. Ky është pranuar botërisht. Ka një gjë, ata thonë që është vështirë nga një fuqi e madhe të pranojë që një gjë, një i vockël të ashtu. Dhe ata kanë thënë që dështimi nuk na ka ardhur nga shqiptarët, por na ka ardhur nga sovjetikët dhe veçanërisht nga një emër që quhet Tradhtia e Kim Philbit. Këta e ka thënë zyrtarisht britanikët. Po. Jo vetëm aq, po janë botuar, mund të ketë. Unë kam në shtëpi duhet të kemi 17-18 libra me këtë subjekt, të shkruar nga autorë të ndryshëm, pjesëtar të operacioneve, oficer, jo agent. Më i rëndësishme që ai tradhtie e madhe. Tradhtie e madhe, po. Është ai ka qenë autori i saj, ka qenë antar i Dhomës Lordëve në Angli, kryetari i Komisionit të Sigurisë të Anglisë. Kush? Bethel, Lordi Bethel. Betheli, bile ka ca histori interesante, nga që Betheli u fut dhe kërkoi historinë e vërtetë, sepse britanikët i kanë mbajtur sekret gjitha këto. Asnjë dokument nuk kanë ekspozuar. Amerikanët i kanë deklasifikuar dhe i kanë nxjerrë pafund dokumente. U ka marrë, mund të jenë mbi 150.000 faqe dokumente, dhe nuk kam lënë gjë pa lexuar. Këtë të më falësh, po ta them siç është. Britanikët nuk ashtu. Unë i kërkova një miku tim, t'ja u them. Ju thash që një ndër gazetarët MNZ, më falësh, historian MNZ që ka sot Anglia, është një ish oficer i shërbimit i Mi-5-s, kundër zbulimit, jo të zbulimit, i cili tani është profesor në Cambridge, Roderick Bailey. T'ja u them emrin. Dhe i them, Roderick, nëse mundesh, unë kam marrëdhënie me të, ai ka bërë një libër shumë të mirë, mbi veprimet e OSS-s gjatë luftës në Shqipëri, shërbimit britanik gjatë luftës në Shqipëri. Dhe i them, nuk ka arsye, nuk besoj që ata t'i kenë të tëra të mbyllura. Ti je i familiarizuar dhe nëse kanë deklasifikuar qoftë 2 dokumenta nga ato operacione, të lutem, pa të prishur punë, ato janë legales, kanë kaluar 70 vjet tash. Për hir të vërtetës, Bailey mua më dërgoi 2 dosje. Është
për këto operacione, sigurisht nga ato ata kanë hequr, kanë selektuar, është normale. Selektuar, Po normale është. Çdo shërbim, se mund të ketë gjëra nga ato që kanë lidhje edhe sot ata. Dhe nuk është budalla të t'japi dhe ato që vazhdon, domethënë. Por pjesën ndërmuese të tyre unë mora. Dhe të dy shërbimet, edhe njëri dhe tjetri, dhe Britaniku dhe Amerikani, kanë punuar bashkarisht për trajnimin dhe për dërgimin e agjentëve të tyre këtu në Shqipëri. Në të gjithë literaturën del ata që kanë shkruar, anglezë dhe amerikanë, janë shumë autorë, unë i kam ato. Të gjithë i shkojnë asaj që Kim Philby duke ditur se që po beshin operacion, se ishte oficer i shërbimit anglez. Dhe jo vetëm kaq, po shkoj si oficer i ndërlidhjes në ambasadën britanike në Washington. Shumë mirë. Dhe duke ditur se çfarë bënin, ai ja u dërgonte sovjetikëve. Dhe sovjetikët ja dërgonin shqiptarëve dhe shqiptarët ngrenin kur dhe i kapnin. Absolutisht asgjë nga këtë. Ti je armik e kësaj teorie. Po s'ka si, ja t'ju them dy gjëra vetëm. Se këtu të kundërshtojnë ty shumë. Patjetër të më kundërshtojnë. Po s'ka, nuk më kundërshtojnë amerikanët. Amerikanët do t'ja u them. Sa e bukur kjo. Më kundërshtojnë shqiptarët, thot nuk më kundërshtojnë amerikanët. Po me amator nuk dua të merrem me para një herë. Të më falësh për mënyrën e të folurit. Po jo, një njeri që nuk ka lexuar asgjë, po që i merr a priori ose ka dhe mlefe. Jo zotëri, historia bëhet mbi bazën e dokumentave. Domethënë për gjithë ata që ta ndjekin, ta qartësojmë pak. Po do të ju, profesor Koçollari, jeni kundër teorisë që të gjitha dështimet e CIA-s këtu në Shqipëri dhe në bashkëpunim dhe me shërbimet sekrete të tjera erdhën si rezultat i spionimeve të Kim Philbyt, materialeve që Kim Philby, që tradhtoi britanikët, punoi për Moskën, i dërgonte këtu. Ju jeni kundër kësaj teorie, sepse ka shumë nga ata që thonë që gjithçka erdhi nga spionimet e Kim Philbyt.